7 ditë dyert e familjes Ademi nga Kumanova do të jenë të hapura për ngushëllime. Ahmet Ademi t'i ndërroi jetë djali Vedati në duart e tij, në spitalin e qytetit nga pakujdesia e doktorit. Në turnin kur 32 vjeçi shkoi për të marrë infuzionin e dytë, doktori dhe infermierja i dhan terapi pa i kontrolluar librezën se ishte alergjik në analgin. Babai pohon se ka marrë informacione që të hënën doktori Zoran Gjeorgjevski ishte në gjendje të dehur në punë. Kam qëllimin që mos politizohet kjo punë, po kam qef drejtësia të punoje, të veproje, se sa puna që unë pe jap intervjuën të ju, shembull kurse atjena nuk punohet asgjë. Tregojmë atë. Pa këshirim, inshallah, ne kemi besimin që tash ta shohim se në treguese do të krijet kjo punë deri në fund. Kam informuar prej repartit aty, ai kishte qenë kanë erë edhe pijan aty. Kish pas shkuar në punë edhe pijan. I pi. Po, atje duhet më morën licenca se sa punave që jemi që ka inshallah i fundit tash ka thonë djalë jam që ka dhënë. Jetë ama puna se mos të ndodhe tjetër kundë. Familja Ademi kërkoi drejtësi duke mos u mjaftuar vetëm me shkarkimin e drejtorit të spitalit të Kumanovës Stefan Trajanovski, i cili u hoq nga detyra pas raportit të Inspektoratit Shtetëror Sanitar Shëndetësor se ka pasur shumë lëshime. Ministri Taravari nuk tregon gjetjet, por thot se të gjitha indicjet do t'i dorëzojnë në prokurorinë e Kumanovës, e cila ka nisur procedurën parahetimore. Nga organi i akuzës në pyetje janë marrë të gjitha palët, por akoma nuk dihet për çfarë vepre penale dyshohen. Ova so direktor беше организацијски аспект, организирањето на болницата. Веќе денеска е назначен нов директор во Кумановската болница и сега аспектот на одговорност на доктор, тоа го оставам да напишат извештај и да донесат извештај лекарите кои што се назначени од Министерството за здравство како професионална комисија. 5-члена комисија кои што треба да напишат извештај да видат дали има odgovornost i na doktorët, i ako ima, навистина treba da ima i odgovornost. E nëse konstatohet përgjegjësia e mjekut Gjeorgjevski, ministri Taravari tha se do të kërkojë nga oda e mjekëve që t'i merret edhe licenca e punës. Shtoi se është në komunikim me drejtorin e Institutit të Mjekësisë Ligjore Aleksandr Stanov, duke i garantuar familjes që raporti i autopsisë do të jetë 100% i sigurt. Shqetësimet e familjes Ademi janë që doktori Gjeorgjevski si ish deputet i VMRO DPMN-s do të ndikojë politikisht në hetim. Gjatë ditës ne kontaktuam me doktorin Zoran Gjeorgjevski, por ai nuk dëshiron të prononcohet, duke thënë se do të flas pasi të publikohen gjetjet nga raporti dhe komisioni i mjekëve.